Një karrierë absolutisht mbreslënse dhe një frymëzim i vërtet për gjithë brezat e sportistëve në Shqipëri. Arbana Xhani Bekteshi, përfaqësonat e elitë atletikës që me punë të palodhur, disiplinë të hekur dhe pasion ka shkruar historinë e sportit shqiptar. Për ta bërë edhe më të qartë për masën e suksesit të saj, janë një përmbledhje e arritjeve të jashtëzakonshme që u përmendën. Bilanci i një karriere legjendare, jetëgjatësia në sport, 25 vite karrierë plot sakrifica dhe suksese absolute, dominim absolut. 20 vite rresht kampione kombëtare në garën e 200 metrave, koleksioni medaljeve, 64 medalje të vendeve të para për të rritur, thyerje rekordesh, 7 rekorde kombëtare të thyera në disiplina të ndryshme, 200 metra, kërcim së gjati, femra e parë në Shqipëri që ka kaluar distancën mitike prej 6 metrash, stafeta katërtimes, 100 metra, me ekipin kombëtar, stafeta katërtimes, 400 metra, me ekipin kombëtar, titujt dhe vlerësimet e larta. Kontributi i saj i jashtëzakonshëm është nderuar me titujt më të lartë që një sportist dhe qytetar mund të marrë në Shqipëri. Mjeshtre e madhe, mjeshtre sporti, medalje e artë, medalje Naim Frashëri, një shënim për regjimin sportiv. Të qëndrosh në maj për 2 dekada radhazi në gara shpejtësie dhe kërcimi kërkon një regjim spartan dhe një vullnet të jashtëzakonshëm. Arbana ka treguar se talenti pa disiplinë nuk mjafton dhe se pasioni vërtet i reziston kohës. Pa dyshim që intervista në speciale Prizmus do t'jetë një leksion i hapur se si ndërtohet një kampion i vërtet. Jetëgjatësia sportive është goxha e madhe në krahasim me gjithë grupin e sportistëve të atletikës, që është 25 vjeçare. Mirë po, ka ditë dhe data të shënume, por zakonisht të ditë dhe data vinë në momentin kur ke kalu në një stat më të lartë, pra ke kalu moshat që 8 vjeçë deri në 18 që është një periudhë adoleshenti, por që ka pas rezultate shumë të mira, por në memori ato meten si rezultate të periudhës fëminisë. Ndërsa pjesa kulminante kur filloi larta, pavarësisht se unë kisha hyrë në një ritëm të kategorisë parë me të rritur që në moshë të vogël, pra në adoleshencë, unë kisha 14 vjeç, kisha hyrë në periudhën e të rriturve, pra me rezultatet e të rriturve, por kulmi është në 18, 19, 20, deri 30, deri fundi them edhe deri kur kam lanë sportin, sepse kam lanë sportin në një periudhë që nuk e lash se isha dobët, por isha në kulmin, isha e para, isha kampion kombëtare, bëra garën e fundit dhe aty e lash me ndërgjegje sepse isha në moshë 33 vjeç, kisha sa detyra tjera në familje, por rritja fëmijë, familjare tjera, por që unë i kisha kriju të gjitha të mirat, ose i kisha marrë të gjitha, i kisha vjell gjitha të mirat sportit me rezultate të larta. Po të marrë periudhën që unë kam pas eksaktësisht kulmin, kanë qenë 18, 19, 20, 21, që ishin rekordet e pasthyera me vite, pra kishe periudhë 17 vjet, kishe 20 vjet që nuk ishin thyer rekordet e të rriturve, dhe aty ka një periudhë fantastike e karrierës time, që mahet mend për rezultatet larta, për stërvitjet pa lodhshme, ishte mjes drejt darkë, ajo ishte zakonisht dita ime, si fillote nga mjesi, drejt darkë, këto ishin detyrat e mia për me mbrit rezultatet e larta. A kam shenja, pa tjetër që kam shenja. Shenjat që kanë lanë për mirë, shenjat që kanë lanë për në memorien time, por ajo që më ka ngel peng, se kemi edhe pengje, kraz janë që gjithë kjo ky 25 vjeç nuk më ka lanë pamje. Dhe pamjet vërtet janë, sepse ne gjithmonë kemi pas median, si vitet para 90, sepse atëherë janë rezultatet e larta edhe mrapa, por ato nuk na kanë rënë në dorë asnjëherë, nuk kemi marrë, pra kemi me një bagazh të vogël të memorjeve, derisa filluam me aparatet tona, mjetet tona për me pas shenjë. Ndërkohë, ato rezultate, unë kam kërcimin zgjatë që kam thyer rekordin, kam 200 që kam thyer rekordet, kam garët e 100 që kam dalë kampion kombëtar, nuk kam foto. Dhe kjo për mua është një peng i madh që gjithë të karrierë sportive unë nuk e kam të memorizume
në pamje, në një album, në një... Po që diku ndodhen, por nuk është se unë mund t'i gjej, ose dikush më ofron për t'i pa, për t'i gëzu paktën gjithë asaj periudhe që unë kam pas këto rezultate. Rezultat ka gjana të bukura, por rezultati i parë që unë kam qenë jashtëzakonisht që edhe e majnë mend, sepse fëmijë edhe nuk majnë mend shumë element, kur kam thyrë rekordin e 200 metrëshit, kam qenë Korçë, ishim në grumbullim dhe unë kam garu vetëm, pra kam bërë garën vetëm, e parë vetëm dhe ishte garë eliminatore. Pra, nuk tentosha për të bërë një garë eliminatore sa për të kalu në finale, por ishte gara sepse garat e shpejtësisë kanë papritur, ajo starti vonë, e tjerë që mund të kishin element teknik që ndoshta penalizoheshin, pra ishte qëllimi të thejë rekordin. U thuj para dite, u thuj dhe mas dite, ishte një lumturi e papame, sepse ishte në rekordet më të vjetra që ishte në atë periudhë. Gëzimi i madh sigurisht që për një gjë që ishte vendos, por që mosha ime ishte e re, dhe ka një gjë, pra për periudhën ishte eksaktësisht një mrekulli. Kam kërcimin zgjati për shembull në Shkodër, që bëhet si garë, bëhet mas një gare që unë e kisha për zemër, ishte gara ime 200 metrëshit, po zakonisht të dy lloj garash ishin të njëjtin ditë dhe të njëjtin orar. Dhe ishte pak e vështirë që të bëja një 200 metrësh edhe të kaloje me njëherë kërcime, sepse siç dihet kërcimi zgjati ishte garë teknike, dhe një faul të çote dam gjithë kërcimin. Megjithatë, unë bëra 200-shin dhe me njëherë kam kalu të kërcimi zgjati dhe ka kenë një kërcimin e parë nuk e kam ba, e kam kalu sepse u rikuperu nga gara. Pra isha me puls nalt dhe isha duke rikuperu dhe bëra pas se kalova. Përse kërcimin tjetër, ku kam këcy 5.97, ai ka kenë kërcimi final, pra që unë kërciva, ishte një mrekulli, tifozëria ishte sigurisht ishte në Shkodër, ishte në qytetin tim, dhe ishte lumturia e një rekordit thym shumë herët. Kjo ishte një absolutisht që më kanë shënu. A ka çdo kampionat kombëtar përveç garave të tjera, se ne kemi bërë shumë aktivitete gjatë vitit, pra kemi pas 13, 12, 13, 14, pa gara që bëshim edhe jashtë shtetit. Kishim rezultate shumë të mira, kishim vendet para, po zakonisht sportisti njihet kur del kampion. Pra, stadi më i lartë i sportistit është kur del kampion, që shoqënohet pastaj me rekorde, po rekordin mund mos e thysh në kampionat, e thysh në një kupë, në një aktivitet tjetër. Dhe kjo ka qenë dhe mas kësaj periudhe në 88-ën, pra isha në moshën 21 vjeç, 88-89, bëjmë një garë në Elbasan. Në Elbasan, unë prap tentosha të kërcimi zgjati, se doja të thyja rekordin dhe ishte qëllimi të kapshim 6 metrëshin, sepse ishte një periudhë që në atë kohë 6 metrësh ishte rezultat shumë i lartë. Dhe sigurisht që unë e mrita, kërceva në Elbasan 6 metër, pastaj kam këty 6.04. Ky ka qenë eksaktësisht kërcimi, shumë e bukur, por për fat keq temin, unë gjithë këta që të pak që po përmend, unë nuk i kam në për diploma që i kam rrit, por nuk i kam me pamje, me kërcime, me foto, dhe kjo për mua është një humje madhe dhe po i them thoj se i fatkeqësi që unë nuk e gëzoj veten, nuk e shoh veten në këtë prizëm. Në 92-shin, në vitin 1992, unë vi në një aktivitet mas linjes që unë kisha linë dhe në shtator filloj stërvitjen. Pra 3 muaj mas linjes vazhdoj stërvitjen. Dhe futem
përgatitem për kampionatin kombëtar që ishte në vitin tjetër, pra i vite 91 shtator dhe 92 i filloshin aktivitetet. Në aktivitetin e parë që i vite mas 3 muajsh, ishen garat e mbyllura që i themi në aktivitet, dale para prap me atë përgatitjen time, arri prap që të kap marrë veten. Dhe futemi në periudhën e garave në Durrës, për herë të parë një temë që unë garoja në Durrës, nuk më kishe ra rasti, dhe bëj garën, ishte vetëm një ditë, garë bëj 200-shin. Në aktivitet nuk është se isha vetëm unë pjesëmarrëse, se ishte koshtia me 6 atletë e tjerë, kishte edhe bateri tjetër. Marrë garën, sigurisht që dole e para, me brohoritje, sepse ishte koha me kronometrit me dorë, nuk ishte kronometr elektronik, dhe përveç atyne që ishe gjyqtar, kishte edhe kronometra në jashtë shkallave që gjithkush ishte interesuar për rezultatin sa po i del, sa po e nxjerrin e tjerë. Edhe prit se po jepe rezultati s'ka, u vunu shumë sa u vun dyshim çanolli. Dhe në fund marrin vesh, mas një rrëmuje që u bë, morë vesh që kjo para i kishte ikë pa kronometru dhe kaq larg ishte grupi tjetër, sa dole me justifikimin që nuk e kena pa. Do të thonë, ke ishte një fatkeqësi që të dalësh e para, ti keshe thënë ja 10 metër larg, por fatmirësisht ishin trajnerët jashtë që në përshkalla që i kishin matë dhe i kishin dalë eksaktësisht 3 kilometrave jashtë dhe u vu rezultati, po ishte rezultat shumë i mirë. Edhe thash edhe i herë që unë kisha kënaqësinë e një gjaje mas linje, sepse ishte gjaja, ishte që të vish mas një viti pushim pothuajse, dhe të marrësh prap kampionin, për mu ishte një mrekulli. Por që ndodhin edhe këto element. Pastaj element tjetër që më ka shënu për keq, jo për mirë sigurisht, tentoja për të thyrë rekordin e 100 metrëshit. Në atë garë, mi po zakonisht kronometrat për atë që dilte i parë ishin 3 kronometra. Dhe më dalin 2 kronometra më dalin 11.6 dhe 1 kronometër më del 11.8. Në këtë rast, unë dal me humje, sepse rekordi ishte 11.7. Unë dal me humje, sepse e banën, si matematik, i mblodhen edhe doli 11.7. Në fakt ishin 2 kronometra 11.6. Me këtë rast më ra që mos ta the rekordin, po ta barazoj. Dhe kjo ishte kur përgatitesh për një gjë, është event i madh kur thehet rekordet e shpejtësisë, se nuk kanë rekordet që thehen, por për fat keq nuk ndodhin në atë moment. Por gëzime dhe rezultatet larta kanë pa fund. Kemi qenë në Greqi, ishte kampionat ballkanik shumë i rëndësishëm, ekipi ishte i plot, ekipi ishte me gjitha garat, dhe ishte ka qenë në atë periudhë ka qenë atletika në kohën e saj më të mirë, pothuajse në gjitha disiplinat. Dhe unë bëra garat e mia me rezultatet që ne pretendoshim, por isha edhe fatmirësisht isha në grupin ose në kadëshën e stafetave. Pra, ekipi kombëtar ka, siç ka ekipi ka stafetën, por ne ishim 4 veta të ekipeve të ndryshme. Dhe zakonisht ai quhet një garë, po aty marrin pjesë 4 veta. Ishte shumë e bukur që ishen medaliste, pra, si në garën e 4x400-shit, si 4x100-shit. Dhe të hypësh në pod dhe të marrësh satisfaksionin e medaljes, të shofësh edhe i flamur që ngrinjet aty, ishte një mrekullim vedi, që vetëm ai që e provon, po është ndryshe ta shijosh duke e pa, që dikush po merr medalje, por kur je vet, është jashtëzakonisht e bukur, emocionuese,
emocionohesh për mirë, lot nuk mohojnë të raste, por janë lot gëzimi, lot lumturie që paktën puna jote, ajo puna që ti ke bë me vite shpërblehet në një mënyrë tillë që e ke pritshmërinë, por nuk je ngopur kur ma pritshmërinë, se ti mendon që duhet kesh, do punosh për ma mirë. Po kjo është atletika që i ka gjanat me milimetër ose me qintat për me mbrit rezultatin. Nga i herë edhe dështon, se ke pritshmëri për i gjatë, por nuk të del aty ku t'je ke menu. Duke pas karrierë gjatë sportive, unë e kam filluar që në 8 vjeç, pavarësisht se jenë moshë vogël, element të kampionit quhen atë. Pra unë që në atë moshë unë kam qenë absolute në gjitha garat e shpejtësisë, edhe të kërcimit zgjati. Dhe për nga rëndësia, bien, se duke si kenë moshë vogël, po i japin rëndësi moshës madhore. Nuk është e matshme vetëm te kampionati kombëtar siç është përsërita përpara. Nuk është e matshme, pra ti ke dalë vetëm kampion edhe aty. Duke pas shumë gara, unë kam arrit rezultate shumë të mira edhe në gara tjera, pra janë medalje edhe ato, pavarësisht se në qafë është varë medalje e kampionit. Janë pa fund rezultatet e larta, edhe po i them kampionit në atë lloj kupe, ose atë lloj aktiviteti që kemi marrë pjesë. 25 vjet janë shumë për një sportist. Nuk është, sidomos në atë periudhë që unë kam garu, nuk është e kollaj që të bësh karrierë të gjatë pa humbje. Pra, unë kam pas suksese, humbjet kanë qenë vetëm në rangun e cilësisë, pra ke pretendu për një rekord, nuk e ke mbrit për shumë pak, dhe kjo ka qenë puna ime që, po jo se ka dështime që detyrohesh me lan, je dëmtu, je vra, e tjerë, kësaj natyre nuk kam pas asnjëherë kam qenë shumë në rregull me procesin stërvitor, që nuk e kam leju vetes, pra kam qenë shumë në rregull kuptimin që nuk e kam leju vetes që dëmtohem, pra se kjo ka qenë puna ime, dhe e kam pas fat këtë punë, jashtëzakonisht fat. Ndërsa për periudhën pastaj që fillon në mas adoleshencës, që fillon të kupton që të rëndësinë e sportit, rezultatit, të curisë, ku e ke qëllimin e tjerë ata janë pastaj më vedi, që ndoshta rrinë edhe pa gjumë duke menu, jo për gara, po duke menu, kam najt pa gjumë duke menu për stërvitjen, pra e më rrita sot, që të të më nesër, kam jetu me, e kam pas si buken, pra duke kënë, ajo ka kënë puna ime, detyra ime, 25 vjet kanë dalë njerëzit pension në punë shtetit, unë i kam vetëm karrierë sportive. Mase po të kisha vazhdu prap, por aty ishte një limit, besoj se unë e kam rrëmullaku me një shifër të bukur karrierën time sportive, dhe jam e kënaqur, jam e lumtur, kam kujtime, jetoj me të shkaluarën, por sporti ka këtë, karrierën e ka në moshë të re, nuk e ka në moshë të madhe. Qëse do i peshojmë ose do t'i vem në rënditje ose në numrin e medaljeve, vendi parë. Se janë në fakt 3 gara, stafetat nuk po i fusim të pjesa, sepse nuk kemi qenë ai ekipi standardi, por janë 64 medalje. Janë medalje, dhe me thonë vendit parë. Mund të na ketë ikë në një kështu pa memorizu, sepse, si që thash, kam vetëm fatin e madh që unë kam mbrojt me ato diplomat. Diplomat janë të shkruara, ato janë të dokumentuara, jetoj me ato kujtime, por ato medaljet që kam, nuk i manë do të qafa, kështu që janë të rujtur në një vend që do t'i maj për kujtim, pastaj ato janë pjesë e albumit tim mjetësor sportiv. Dhe unë edhe sot në këtë moshë kam punën, kam atë stadiumin që sot
është kushtet tjera, kushtet shumë të mira në krahasim me ku kam garuar, është me tartan, është model i krejt i asaj që unë nuk e kam pas. U shkoj e shijoj në atë mënyrën time, shijoj se më kthen mbrapa dhe ose marr oksigjenin e asaj që unë diku kam jetuar me në karrierën që unë kam pas, pra, në 25 vjet. Po filloj nga fillimi sepse më ka qellu me pas disa trajner. Disa kanë qenë në periudhë shumë pak, për të mos më lanë pa përmend, kam fillu, i pari që unë kam fillu ka qenë selektori, ose ai që më ka seleksionu Fet Dizdari, ose zotni Feti, që ka qenë i pari që ai më ka pa dhe më ka ba çmosi që unë të kaloj nga një sport që isha i sport tjetër, të kalosha të sepse ishte seleksionues i mirë. E kam vazhdu në atë periudhë që isha e vogël, kam vazhdu me Angjelinën Gurakuqi. Tash si më mend shumë dhe ndoshta edhe si periudha sa me Angjelinën, pastaj kam vazhdu pra me profesor Asim Krajan, ka qenë atleti, ka qenë edhe trajneri i sprintierëve, pak, pra nuk është se kam vazhdu shumë kohë. Dhe me profesor Vilin kam ba mja 2 vjet, profesor Vilin nuk kam ba ma tepër sepse ai ishte i shumë ngarshit dhe unë isha profil tjetër, nuk na lidhte shumë stërvitja ime me stërvitjen e kërcysave, kështu që mu do të trajner sprinti. Profesor Isak Balën kam punu pak, pra janë trajnerët, po i them, flash, kuptimin e shpejt, të shkurt. Profesor Tonin Sokoli, pra që kam vazhdu një periudhë pas linjes, por po e la për në fund atë që du me shënu, që ka vu vullën për mirë, ose karrierës time, pra ku kam rezultatet më të mira, është profesor Roku. Dhe Rokhila, shindjeri i cili sot nuk jeton më, me keqardhje të madhe them, dhe unë aty kam provu shijet më të bukura të rezultateve të mia dhe karrierës time sportive. Pastaj kam vazhdu masi ndryshoj profil, kaloj në një pozicion tjetër për Roku. Kalova me të njërin përsëri Gzim Memën, i cili ishte 90 vjeçar që unë bana servitje, mua dhe karrierën time. Sigurisht rezultatet ishin mjaft mira, pozitive, vendi i parë, janë të gjitha të memorizume, kuptimin e mirë, jo si datese, po që për mirë, që më kanë lënë shijet të mira. Dhe kam kanë e lumtur për këta. Këto trajnerë kanë ba punën e tyne, por atë që unë që në vend parë është periudha 86-92 që ajo ka qenë periudha ime ma shkëlqyer. Në vitet, po i them vitet para 90-s, kisha rezultatet shumë të mira, se që i bite periudha 18-20, 19-20, 21. Në këtë periudhë, nga rezultatet e larta, madheshim me pikë olimpike, rezultatet e larta dhe delte ekipi më i mirë, delte sportisti më i mirë aktivitetit, pra pikët olimpike ishin ata që t'jepshin mundësinë për të kuptuar që kush është më i mirë i aktivitetit, pra që në garën e secilit. Duke i mbledh këto dhe rezultatet e larta dhe kampionit e tjerë, çka kishte grupi i sportit për mirë, shteti shqiptar na jepte mundësi e titujve, po këto tituj nuk shkoshin me kërku, por na thrisnin për mi marrë, pra dhe nuk te jepte kush kollaj. Dhe titulli i parë titujt e parë kanë qenë brenda një dite, dhe më janë dhënë në Pallatin e Sportit, ish dikur Pallati i Sportit. Kam marrë mjeshtren e sportit
dhe medaljen Naim Frashëri, pra që kanë qenë dy tituj, dhe mas një periulle kohë, mas aktivitetit, e larë sportin e tjerë dhe Federata Shqiptare Atletikës, së bashku me Ministrinë, pjesë që ishte të Ministri i Arsimit dhe Sportit, si që ka pas titullin, sepse ka ndryshuar disa herë, m'japin titullin mjeshtre e merituar e sportit, por e kuivalentuar në emërtesë tjetër, pra ishte medalja artë në fushën e sportit, disiplina atletikës, pra konvertimi ishte kjo me mjeshtren e merituar e sportit. Dhe në 2019 në 100 vjetorin e ekipit të klubit Vllaznia, marrë titullin mjeshtre e madhe, pa tjetër që ishte finalizuar me gjithë mundësinë më të mira që titujve që unë kisha marrë, të punës time, të karrierës time sportive, dhe besoj që jo gjithkush i ka gjithë të tituj, pra, po të shofësh nga ana, jo gjithkush i ka në blokun e ti ose në dosin e ti. Kjo është, po i them, paja ime e suksesit në karrierën time sportive. Gjatë kësaj, po ti shofësh, unë kam shumë njerëz për të falenderuar në fakt. Duke fillu nga mosha, po fillojmë nga fillimi, jo nga fundi, se në fund kam shumë me thënë dikuj për prindët e mi, të cilët kanë mbështet qysh të vogël, deri ditët që unë e fillova suksesin me kuptu se qa është, kanë kënë në të mbështetjen që unë kanë bërë të lumëtun. Kam familjen, motrat e vëllezërit e mi që janë pjesë e jetës, që edhe ato kanë vetë karrierën e tyne sportive dhe kanë qenë sportiste shumë të mirë. Dhe në fund, po e përmbledh në fund, është bashordi Besi që vetë ishte sportist dhe në këtë etapë tjetër, si ne u lidhëm bashkë, ne ndashim me suksesin edhe timin, edhe tijin, por që ndihmonim njëri tjetrin, krijuam edhe familjen, vazhduam edhe sportin, lindëm edhe i fëmijë që në këtë periull unë vazhdoja përsëri sport, pra imagjinoni çfarë mbështetje kisha, edhe mbas krijova familje, kisha mbështetje prap, vazhdoja sportin, vazhdoja karrierën sportive, pastaj edhe karrierën pastaj të shkollimit, sepse do punoja dikund pastaj kur të mbaroja sportin, sepse ajo ishte pjesë tjetër. Dhe në këtë pjesë unë kam pas mbështetjen, e falenderoj sigurisht për gjithë këtë periudhë, e sidomos sot që mas 40 vjetë që jemi bashkë, ne po flasim akoma për sportin. Në këtë periudhë, pra të kësaj karrierës time si sportiste, kam edhe pjesë të bukur të një karrierë tjetër që është edhe si trajnere. Dhe fatmirësisht kam qenë trajnerja e vajzës time, që e periudhë 10 vjeçare, më bani mundi në një sukses tjetër që unë nuk e kisha imagjinu se ishte, pra nga një sportiste që isha, do provoja në pjesën e trajnerës. Dhe lumturia ime më e madhe në atë 10 vjet karrierë që bëna trajnere, se për arsye objektive u detyrova ta la, jo nga dëshira, kam provu që t'i japësh medalje një sportistit tanë, që në këtë mes sportistja ishte ime bi. Dhe të marrin medalje, të hypin pot, të njëjnë flamurin shqiptar,
Dhe ishte, nuk kam qenë kaq e lumtur në ditë që unë nuk kam menduar që nuk kam qenë aq e lumtur në periudhën që unë kam garu vetë. Dhe ishte gjëja më e bukur. Ishte shumë dhe ishte një sukses si punës time edhe i atij grupit, ajo treshja familjes që punoj edhe për këtë pjesë të karrierës time, që më ndihmoi sigurisht që ndihmoi edhe sot në ditët që unë po jetoj. Është e bashkëpunimi burr, gru, familje, edhe fëmia që është në jetën e saj tash. Jashtëzakonisht me fat. Unë them që kam qenë me fat dhe këtë shprehje kam edhe njeriu përballë, për që kam njeriu në jetës që ma thotë shpesh ti je njeri me fat. Dhe përveç pjesës së sportit, pra që unë kam pas, pjesë jetës, jam e realizuar në jetën profesionale, pavarësisht se jeta profesionale ka shkallë, sa dush, që mundesh me avancue me ecë, por duke menu që unë kam shumë të shtrejt edhe shumë të shejt familjen, pra jam përkushtu në këtë pjesë maksimalisht dhe për mu nuk mund t'i vend peshore mas i gjatë tjetër. Aq më tepër që unë rikthehem në jetë nga një gjë që na doli rrugës pa pritur, por që është kapërcym ose e kapërcym familjarisht me sukses, dhe është sukses në vedi, jo në fushën e sportit, por në fushën e jetës. Dhe kjo gjë më ka bë me ndoshta për ato që e kanë kalu vetë, ose më ka bë me pa jetën ndryshe, me pa jetën në kuptim tjetër, me kuptu gjanat, me marrë gjanat si të vinë, pra sigurisht që njeriu nuk ka të ngopur me gjërat që dën me ba. Por ka disa rregulla, mendoj që çdo familje krijon disa balance, disa rregulla, deri këtu duhet, por unë jam një grua e plotësuar me karrierë sportive, me karrierë pune, me familjen, me njerëzit që më rrethojnë, me familjarët e mi, me vajzën time, me një mes që më ka ndriçu jetën dhe jam e lumtur me dhëndrin, me gjithë këtë mbështetje që edhe dashni që sigurisht i jap po edhe marr. Pra jeta ime është e mbushur deri po them lumturi, a ka më mirë ose më ka sa dush. Jam e lumtur. Falenderoj për intervistën. Falenderoj gazetarin që kam përballë. Falenderoj televizionin One, i cili bani të mundur dhe sot ju po ndiqni këtë intervistë. Besoj që unë nuk e kam thënë të gjitha, sepse karriera ime e gjatë ndoshta na ka kalu, po ka shumë, por kur kthehem mrapa, unë prap do isha kthy në këtë mori kujtimesh, por po të kisha pas fuqi do isha kthy edhe herë në jetën sportive, të vrapoja te pista që unë nuk e kam pas, por që sot është tan. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë.